Ka marrë shumë pyetje nga sipërmarrësit dhe kreatorët e kontentit që më thonë Marsi në ma pëlqejnë shumë videot tuaja. Si I editoni nga fillimi deri në fund, po pa përdorur ndonjë aplikacion të rënd. Unë sot në këtë tutorial do ftoj një nga editorët tanë, Weslin, ku ai do t'ju shpjegoj se si ai editon videon time nga fillimi deri në fund në CapCut, që secili nga ju që mbase e përdorni CapCutin, por nuk keni profesionist, të kuptoni ca truke dhe ca këshilla që Wesi do ndaj. Prandaj mos e humbni videon deri në fund, bëni subscribe dhe ndizni ato njoftime që mos të humbisni videot e radha që ne postojmë dhe Wesi po ta lë ty radhën. Mirupafshim. Përshëndetje, sot do të shohim si editojmë videot në Expand to Market. Atëherë, kemi një video në horizontal dhe duam që ta bëjmë reel, është diku te 1 minutë. Pra, gjëja para që bëjmë është ta kthejmë në formatin e dur. 9:16 është gjithmonë për reels. E bëjmë zoom tek fytyra. Kur editoni reels në CapCut do ju sugjeroja ta bëjmë në vertikal, okay? Duket më madhe dhe më mirë kështu. Pra, gjëja para që bëjmë është heqim pauzat. Le ta shohim. Ok, pra mbasi kemi bërë këtë do t'i kapim gjitha klipet dhe shtypim create compound clip. Kjo e bën në një klip të vetëm, e cila është më lehtë aksesueshme për tu edituar. Edhe do shkojmë tek adjust. Atëherë këtu mund të bëjmë disa ndryshime me ngjyrat. Por që mua ngjyrat e kjo video më duken okay. Mbase mund t'i japim pak më shumë ngjyrë. Në fakt më duket okay te kjo video. HSL, curves, color wheel, mask, këto do t'i shohim në vazhdim. Ajo që duam bëjmë tani është për shembull tek videos, retouch, edhe shtypim tek skin. Kjo do të na jap një fytyrë pak më të lëmuar, le të themi, dhe që videot të ngjajë me kualitet më të lartë. Atëherë, gjëja tjetër që bëjmë është vendosim hookun. Dhe hooku në këtë video do jetë si e mora intervistën time të parë në Shqipëri, le të themi. Zgjedhim një font që na pëlqen. Unë zakonisht përdor Montserrat. Do t'i vëmë një stroke, i ikim poshtë, gjejmë stroke, e ulim pak, do t'i vëmë një shadow, edhe këtë do të ngrim tu, blurriness e lëm tek 23, distanca 15 edhe okay. Sa po kemi hookun ton, besoj se kështu është okay. Atëherë, jo hooku, por gjithë shkrimet duhet të shikoni që t'i vinë gjithmonë poshtë qafës në pjesën e kraharorit, sepse këtu është ajo ku shkon syri jo në fillim. Për të bërë hookun pak më të bukur mund ta bëjmë Shqipëri me të kuqe. Ok, besoj se është ok. Japim një animacion videos kur fillon në fillim. Japim një zoom. Sepse njerëzit nuk duan reklam, nuk duan stimul, se sa duan mesazhin. Kur unë fillova të bëja këtë gjë, ok, 6 sekonda është ok për hookun. Ta shikojmë edhe një herë. Sepse njerëzit nuk duan reklam, nuk duan stimul, se sa duan mesazhin. Kur unë fillova të bëja këtë gjë, jo vetëm u rrita, televizionet shqiptare filluan të vinin re. U rrita, Ok. jo vetëm u rrita. Ok, tani fillojmë vëmë disa captions. Jo vetëm u rrita, televizionet shqiptare filluan të vinin re. Ok, tani. Të kjo pjesa nuk dua ta lëm shumë thatë. Për çfarë do bëjmë? Pra, këtu vura një background të zi, black background, për ta bërë pak më interesante videon. Këtë pjesën që kemi poshtë do ta duplikojmë këtu sipër, edhe atëherë tek mask, add mask, zgjedhim një mask. Unë zakonisht e bëj circle, pra rreth, e bëj sa të kapi fytyrën, dhe çfarë bëjmë këtu? Atëherë, këtu bëjmë feather. Dhe kjo feather jep një efekt shumë të bukur këtu anash. Fytyrën zakonisht e çoj këtu në mes. Shkruajmë çfarë ka thënë. Rita, televizionet shqiptare filluan të vinin re. Okej, atëherë. Okej. Dhe këto fotot do t'i lëm këtu poshtë. Po çfarë më pëlqen të bëj? Shkojmë te mask, add mask, zgjedh rectangle, edhe dua për shembull të kap vetëm këtë pjesën ku janë videot. Nuk i dua këtë pjesën e bardhë. Okej, e çojmë pak më lart. Bëjmë njëtin për chest, mask shkojmë dhe pak tek feather. Më pëlqen të jap dhe pak rounded corners, janë harqet këtu. Japim vetëm pak feather, vetëm pak.
Okej, super. Atëherë, këtu nuk është shumë e dallueshme sepse i kanë shumë shpejt, por thjesht për të thënë që këtu është diçka dhe nuk është e thatë. Shikoni? Televizionet shqiptare filluan të vini re. Askush s'do e shoh këtë. Por thjesht këtu ka diçka dhe nuk është bosh. Televizionet shqiptare filluan të vini re. Dhe do thoni ju që po si mori intervistën e parë. Atëherë, këtu është pyetja kryesore. Pra, Dhe do thoni ju që po si mori intervistën e parë. Dhe do thoni ju këtu do vëm thjesht një auto caption. Pak më të vogël. Gjithmonë tek auto captions më pëlqen të mbaj këto në mes, mund të çoni anas, mund të çoni kështu, mund të çoni në këtë lloj mënyre. Mua më pëlqen të mbaj kështu në mes tek e dyta. Pra, dhe do thoni ju që po si mori intervistën e parë. atëherë. Një trend i ri që ka dalë është ta bëjmë në këtë mënyrë. Si e more? E çon pak më anash. Atëherë, intervistën e bëjmë me një ngjyrë tjetër, edhe me një font tjetër. Pra, për shembull, do zgjedh të vogël. Si e more intervistën e parë me të njëjtin font, që është kjo lart, e parë. Okej. E kapim këtë, si e more intervistën e parë dhe lë këtu. Edhe këtu do vë disa pikë pyetje. Okej, bukur. I bëjmë pak pikë pyetje të mëdha. Edhe bëjmë në këtë mënyrë. Pra, kur del pyetja del në këtë mënyrë. Dhe do thoni ju që po si mori intervistën e parë. Atëherë, një trik tjetër. Pra, këtu Marsilda thot. I dërgoj mesazhe 2-3 gazetarëve. Kur dërgoj Nuk doam që këtë ta lëm thatë, pra do e bëjmë me auto caption. I dërgova mesazhe 2-3 gazetarëve. Pra, çfarë mund të bëjmë këtu? Mund të shtojmë një sound effect, pra, keyboard sound. Pra, kjo është një sound sikur po shkruajmë në tastier dhe me që këtu thotë që i ka çuar mesazh, këtë mund ta shtojmë si sound këtu. Okej, fix më këtu edhe. i dërgoj mesazhe 2-3 gazetarëve. Okej, këtu është super. Çfarë duhet bëni këtu është që të lini gjithmonë pak më përpara dhe pak më mbrapa. Ja ul pak zërin, e bën fade in dhe fade out. Dhe kjo jep një efekt të lezetshëm sound effectit, pra shife? I dërgoj mesazhe 2-3 gazetarëve. Okej, super. Pra, I dërgoj mesazhe 2-3 gazetarëve. Kur dërgoj mesazh nuk thashë më promovoni mua, po thashë hey. atëherë një gjë tjetër që mund të bëni është që për shembull kur doni të vini ndonjë sticker, CapCut ka vetë disa të gatshme që mund gjeni. Atëherë këtu ku thotë më ka pëlqyer emisioni juaj. A më ka pëlqyer emisioni juaj? Okej, pra diçka tjetër që unë bëj është për të ngjitur sikur kemi shumë kënde të videos, është për shembull mos e kalon kjo, edhe kemi bërë një cut këtu pra një prerje. Ata Atëherë, duan content një lloj si ndjekësit tanë duan content. okej, pra vetëm këtë për shembull. Ose Po, pak më content. shumë deri këtu. Okej, pra këtu gjeni një efekt, e shtypni këtë, e shtypni mirror. Pra, edhe mund ta afrojmë pak, për shembull tani ngjan se ky është një kënd komplet tjetër i videos. Shikoj. Profesionale, ata duan content një lloj ata duan content Pra ngjan sikur është një kënd komplet tjetër i videos, biles për të ngjitur më shumë sikur është një kënd tjetër, mund të japim një animation. emocionale, ata duan content. Okej, super. Trik tjetër është që nëse nuk e gjeni një sticker këtu, mund ta kërkoni në Canva, e bëni me një rezolucion të videos që kemi, reelin, do shkojmë tek elements, për shembull shkruajmë yes. Shkojmë tek graphics, dhe këtu do gjejmë stickerat të ndryshëm, për shembull cili nga këta. Okej, ky po më pëlqen për momentin. Japim një plus, share, download, PNG, transparent background dhe jep download. Pastaj e hedh këtu me një herë, këtë do ta vëmë tek e dyta, kur do të pranojnë, do të japim një animation shumë të shpejt. Okej, një zoom të shpejt. Do ta vëmë diku këtu që të ngjaj bukur. E do të vëmë një sound effect.
Dhe do t'i vëmë dhe një sound effect këtu. Do ta ulim pak, do bëjmë atë fade in që tham, edhe ta shohim. Dhe do pranojmë. Okej, pak më përpara. Dhe do pranojmë. Okej, shiko, bukur. Doli okej. Mbase duhet ulur pak kjo yes. Dhe do pranojmë. Okej, po tani më pëlqen. Okej, pra diçka e bukur që mund të bëjmë është pra. Këtu në CapCut kemi opsionin TV frame. Okej, do marrim një frame televizori. Ose do gjejmë një tjetër dhe e bëjmë manualisht sepse më pëlqen më shumë. Ose një që ngjan më shumë se televizor dhe është pak komike. Okej, kjo është super. Okej. Download transparent backgrounds gjithmonë dhe e shkarkojmë. Atëherë, çfarë do bëjmë? Do vëmë përsëri. Do vëmë përsëri këtë backgroundin e zi këtu. Tjetër. Tani un kam qenë televizor. Jo se un çfarë tha. Do ta çojmë deri këtu dhe çfarë do bëjmë? Ta bëjmë përsëri copy këtu sipër. Do ja ulim zërin që mos ngjohet dy herë, sa shihve çfarë ndodh kur është në të dy javën e zërit. Tjetër. Tani un kam qenë televizor. E shefni si ngrihet përsëri? Atëherë do të çojmë zërin deri në fund. Do vëmë televizorin. Do vëmë televizorin sipër këtu, okay. Atëherë këtu tani do vëmë një mask. Ose faktikisht do bëjmë këtë. Do e vëmë se çfarë pjesë duam që duket këtu. Okej, dhe tani do vëmë një mask. Maskën do bëjmë në këtë lloj mënyre. Do vëmë maskën vetëm që të kapi pjesët e televizorit. Okej, super. Shikoni? Okej. Edhe shikoni si duket tani. Një sy tjetër, se tani un kam qenë televizor. Okej, super. Pra këto do t'i marrim të dyja. Dhe do i bëjmë një klip. Shikoni? Tani që janë një klip, do bëjmë të madhe, mund ta bëjmë të vogël dhe këtu poshtë do vëmë ca titra. Tjetër, se tani un kam qenë televizor. Jo qenë televizor. Ato intervista, njerëzit më pa me një sy tjetër, se tani un kam qenë televizor. Jo se un çfarë thash ose çfarë bëra ndonjë gjë pa parë, po i përdor ato intervista për të rritur në karrierë. Si ka mundësi që për shembull hedhim rritur në karrierë? Si ka mundësi që për shembull hedhim një video në një story për të rritur në karrierë? Okej, pra tani vjen pjesa e call to action. Pra tani do vëmë një fjali që t'i nxisim njerëzit që të ndërveprojnë me këtë video. Pra për shembull do shkruajmë. A keni provuar ose a keni Atëherë, për shembull këtu do bëjmë komentoni një orë strategji dhe ne do t'ju kontaktojmë. Base këtë edhe mund ta ndryshoj, por për momentin po lë këtë. Komentoni një orë strategji dhe ne do t'ju kontaktojmë. Okej. Këtë e lëm këtu edhe kjo ishte videoja jonë. Për më pak se një orë bëm një reel të plot, shumë profesional në CapCut. Edhe le ta shohim videon. Sepse njerëzit nuk duan reklam, nuk duan stimul, se sa duan mesazhe. Kur unë fillova të bëja këtë gjë, jo vetëm u rrita, televizionet shqiptare filluan të vinin re dhe do thoni ju që po si mori intervistën e parë. Intervistën e parë e mora shumë thjesht. I dërgova mesazhe 2-3 gazetarëve. Kur dërgova mesazh nuk thashë më promovoni mua, po thashë hey, më ka pëlqyer emisioni juaj. Unë doja të flisa për këtë temë sepse mendoj që do i interesonte shikuesit tuaj. Dhe shumica e televizioneve, nëse ju jepni një temë për shembull që është konkrete, që do japi vlerë, pra nuk është thjesht promocionale, ata duan kontent, një lloj si ndjekësit tanë duan kontent. Dhe do pranojnë. Ato intervista, njerëzit më pa me një sy tjetër, se tani un kam qenë televizor. Jo se un çfarë thash ose çfarë bëra ndonjë gjë pa parë, po i përdor ato intervista për të rritur në karrierë.
Nëse ju jeni një sipërmarrës dhe shikoni këtë video dhe thoni që shiko, unë nuk kam për të bërë kur editor specialist apo të bëj video shumë të bukura sepse nuk kam kohë, jam sipërmarrës. Atëherë neve kemi një skuadër profesionale për ju, që jo vetëm ju ndihmojmë me skenarin, se si ta xhironi videon vet apo dhe të vim aty për ta xhiruar për ju, por dhe bëjmë video sa më kaptivuese, të bëhen sa më virale, të marrin më shumë shikueshmëri, që ju të rrisni brandin tuaj, të rrisni indeksit dhe pse jo të rrisni shitjet nga videot që ne bëjmë. Videot mund të jenë si për YouTube, të gjata, mund të jenë për Reels, mund të jenë për reklam, me çfarë ju do të doni. Nëse ju doni që të përdorni skuadrën tonë për të rritur brandin tuaj dhe për të marrë më shumë shitje nga social media marketing, atëherë keni një link poshtë në përshkrim ku juve mund të caktoni një takim falas dhe të bisedojmë për këtë gjë. Shpresoj që kjo video ju ka ndihmuar dhe pse jo të bëni subscribe dhe ta ndani me dikë.